Giro d'Italia nis sot për herë të parë në Shqipëri, një prej garave ciklistike më të mëdha botërore. Nis nga Durrësi, kemi kolegun tonë atje, Aldo Mustafa. Përshëndetje Aldo, kur pritet të bëhet nisja nga qyteti bregdetari Durrësi, si është atmosfera pasi Giro d'Italia është një prej garave të jashtëzakonshme dhe që ndiqet pothuajse në të gjithë botën? Ju përshëndes atëherë për sa i përket atmosferës në qytetin e Durrësit. Giro d'Italia ka mbërritur tashmë në qytetin e Durrësit, konkretisht ndodhemi në shëtitoren Taulandia, ku kanë nisur dhe përgatitjet e para për nisjen e ciklistëve të cilët do të nisen nga kilometri 0 pranë këtij aksi rrugor në orën 1:10, pra pritet nga momenti në moment të gjithë ciklistët të rreshtohen në rrugën kryesore, ku edhe do të startojë kjo garë ndërkombëtare për masave ndërkombëtare, në fakt që ka mbledhur një numër të madh qytetarësh dursak dhe jo vetëm, edhe turistë të huaj dhe persona fansa të këtyre lloje sporteve, por ajo çfarë mund të pasqyrojmë deri më tani në fakt është se është kryer tashmë pjesa e organizimit kryesor në shëtitoren Taulandia dhe gjithashtu 16 takse rrugore janë liruar nga automjetet e parkuara në krahët e rrugës, ndërkohë që është menaxhuar edhe ndalimi i qarkullimit në akset ku do të kalojnë ciklistët rreth orës 1:10. Sa kaq siguria nga ana drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit, policisë bashkiake, forcave të shumta policore, të forcave shqiponja dhe gjithashtu edhe siguria nga ana detare është në maksimumin e saj për të siguruar një mbarvajtje të këtij eventi dhe gjithashtu pritjen e 180 ciklistëve të cilët pritet të nisen pra nga momenti në moment nga shëtitoria Taulandia që përkon me kilometrin 0. Okej, ndjekim edhe intervistat që keni marrë Aldo dhe rikthehemi sërish. Qenë shumë, unë e kam ndjekur dhe më përpara, më zhdukur shumë i bukur, prandaj kam ardhur sot. Për sa kohë është ndjek? Shumë, sa herë që ka dhënë Top Qeni të gjithë televizionet. Turin e Francës, jo Giro Italia. Si të duket që aktivitetet tilla të vinë qytetin e Durrësit? Shumë e bukur, më duket shumë bukur. E shikon, dëgjon, mirë, çdo gjë. Po ti e ke ndjekur këtë si aktivitet? Ja, shumë pak, unë kem po. Më pëlqen, më pëlqen, po shumë bukur. Aktivizioni shumë evente të tilla se e vlen, Durrësi e vlen. Shumë i bukur, shumë i bukur. Ktu kemi gjithmonë këto aktivitete. Jeni të kënaqur me aktivitetet? Shumë të kënaqur. Ke qejf, shikosh lloj-lloj njerëzish, italianë, shqiptar, gjithë soj popull jemi. Aktivitetet tilla me bicikleta dhe telesporte, si u duken? Shumë të mira. Shumë të mira. Durrësi është qyteti, unë jam Durrësitemi, Durrësak, edhe Durrësi është qytet i mrekullueshëm. Ky lloj organizimi është jashtëzakonshëm për qytetin e Durrësit, sepse jo vetëm që unë kam pasion të jashtëzakonshëm për bicikletë, por kur shoh që realizohet në këto nivele, duket diçka sikur edhe ne jemi afërsisht si gjithë ata në Europë. Për sa vitesh më? U kam diku ke 25 vjet që mu asnjëherë nuk shef me makinë qytet, vetëm bicikletë. Absolutisht. Aktivitetet tilla po themi me bicikleta ju ndiqni prej viteve. Absolutisht. Ke ndjekur këto lloj aktivitete? Po kemi pas raste, por gjithmonë kemi qellu dhe në punë që kemi shërby për këtë pjesën e këtyne, po sot ka qellu rasti që jam pushim, kështu që po ndjem shumë mirë. Sot që i keni edhe këtu në qytet, si e shef organizimin? Jam gati ndjem krenar, sepse për ata që me të vërtet e dëshirojnë bicikletën, e din shumë mirë çfarë do thotë kjo gjë. Kështu që unë po ndjem shumë krenar madje. Vallai, shqyqy që erdhi kjo ditë që më ardh një eveniment i fuqishëm, me thonë, nga gjithë bota. Ju e ndiqni këtë? Po e ndjekim. Unë kam qenë dhe vetë një farë kohë me lokomotivën, si ciklist edhe, kështu që adhuroj këtë lloj sporti. Ndërkohë, Aldo, shohim pra atmosferën që është në sheshin Taulandia, nisja është edhe një në orën 13 dhe nga bëhet nisja pra nga Durrësi që më pas do të bëhet edhe ardhja në Tiranë gjatë pasdites.
Siç është njoftuar edhe më herët nga organizatorët e Giro d'Italia, kilometri 0 pritet të jetë rruga pranë portit të qytetit të Durrësit, ndërkohë që në këto momente në fakt edhe pas meje në skenën e ngritur ka pasur figura të ndryshme të institucioneve shtetërore të cilët kanë mbajtur fjalën e tyre përshëndetëse dhe gjithashtu është treguar gjatë gjithë kohës dhe itinerari që pritet të ndiqet pra rruga të cilën ciklistët do të ndjekin ditën e sotme deri drejt drejtimit të Tiranës, ndërkohë që nga momenti në moment, siç e njoftuam edhe më herët, pritet nisja e ciklistëve. Ka nisur organizimi i tyre tashmë në kilometrin 0 dhe do të kemi mundësinë që në orën 1:10 minuta të ndjekim nisjen e kësaj gare, këtij eventi pra që ka mbërritur në qytetin e Durrësit. Janë të shumë qytetarët durrësak të cilët janë mbledhur, por së fundmi pra janë duke u bashkuar edhe nxënësit e shkollave të cilët do të vendosen në të dy krahët e rrugës në zona të ndryshme për të bërë pra të mundur ndjekjen e këtij eventi. Faleminderit Aldo, do të jemi sërish në të tjera lidhje të drejt për drejta. Giro d'Italia do të